Shiu nuk ndalet. As këta vitias nuk ka kush që i pengon për të marrë pjesë në tubimin e lidhjes demokratike të Kosovës në këtë komunë. Për të qenë në këtë ngjarje dhe jo vetëm, dikush bëri rrugë të gjatë. Këta hynë me vendim paraprak për votë e me mendje të ndarë për rezultat. Nga dera, dikush e jep lajmin se erdhi ai që po e presnin. Liderit partijak i doli në pritje kandidati për mandatin e 4 në viti. Si për të parin ashtu edhe për të dytin, për krasit u entuziazmuan fort. Megjithse zun vend, pretendentit për të vazhduar udhëheqjen e vitis, Sokol Halitit, i ratë ngritet shpesh. Edhe një nofk me të cilën u thirr i pëlqeu. Por pse thirrin kështu, sqaroi shefi i Halitit, Lumir Abdigjiku. Ai është njeri i punës së madhe, i besës dhe i vetë rezultateve, prandaj edhe i themi Sokol kampioni. Ky ja vlerësoi kryetarit aktual të vitis punët në udhëheqjen e gjatë të kësaj qytetëze. Shohim rrugë të reja, shkolla të rinovuara të reja, sheshe të përfunduara. Ndaj edhe çka flasin tjerët, u tha që të mos mirret për bazë. Do të dëgjoni shumë premtime, do të dëgjoni shumë propagandë, por ju e dini mirë se kush ka punuar dhe kush jo. Këti ju tha se në këtë komunë ka pëlqim që të qeverisë vetëm një parti. Kjo e bindi se për balotazh as që bëhet fjalë. Po se po, Sokolin me të parën me 12 tetor. Por dashurin për subjektin këtu ju bë me dije se e fituan qysh në rënj. Jo atë që mbante Ibrahim Rugova, por një tjetër pozit ju ndjell Abdigjikut. Kryeministri nashëm të Kosovës, Dr. Lumir Abdigjiku. Si udhëheqës lokal, ky tha se punët i kreu mirë. Nuk kemi folur shumë, kemi punuar shumë, nuk kemi premtuar gjërat pa rrezikshme. Në këtë tubim, kandidati i LDK-s nuk paraqiti ndonjë projekt specifik për mandatin që e synon, por votën tregoi se pse duhet ta japin Vitjasit. Ju e dini pse duhet ma besoni përsëri, sepse ne nuk japim fjalën boshe, por kemi dhënë rezultate që shihen dhe preken. Salla e mbushur mund të jetë një dëshmi se këtë besim e ka. Madje simpatizantët u angazhuan fort që këtë t'ja dëshmojnë edhe me zë, pasi pak fjali e lanë që t'i kryej deri në fund. E kam por se një vend